këtu nuk jam si PDT, këtu jam si Gjanete Muslimu dhe si qytetare e Skënderaj, si qytetare e fshatit Flaks, komunës Skënderaj, të cila në vëmendje raportimet e mediave të qytetarëve të Republikës Kosovës, ndjen jashtëzakonisht të shqetësuar për gjendjen që po ndryshon në Skënderaj. Është e papranueshme trajtimi në këtë mënyrë i këtij vendi të sakrificës. Por sot unë dua të përgjigjoj për qytetarët që kanë dashur ta ndrojnë demokracinë. Sot Skënderaj, nesër mund të rrezikohet Kosova. Është e papranueshme që forcat policore me maska, njësia speciale ka rrethoj Skënderajin për natën. Vetëm Serbia na ka rrethoj natën dhe na ka rrethoj para mëngjesit pa besim. Kjo është e papranueshme dhe nuk duhet të tolerohet, prandaj nuk deshta ose mujta më mirë me thonë me nej punë në shtëpi e mi po qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë gjendje. Por përsëri sot Skënderaj nesër drejt Kosovës, sepse tendenca për të instaluar një sistem diktatorial, të flasë shtirshëm dhe të veprojë lëshëm. Është e papranueshme dhe unë asnjëherë nuk do të kesh para këtyre situatave dhe para këtyre gjendjeve. Pra ju përkujnë që njësia speciale nuk duhet të vinte në këtë kohë, apo do duhet ta bënte këtë rast arrestimin të të tjerëve direkt, apo si duhet të lëtonte? Njësia speciale nuk do duhet fare. Absolutisht. Nuk ka arsye për të qenë. Sa po erdhën nga Prishtina. Dhe në Prishtinë sot ka ndodhur plagizëm. Është publike, gjitha mediat. Ishte vetëm një patrullë policisë. Dhe Skënderaj të trajtohet në këtë mënyrë njerëzore, siç po trajtohet, është e papranueshme. Prandaj jam këtu me qytetarët e vendit tënd dhe jam si Gjanete Muslimu si qytetar i këtij vendi. Le ta merr gjithkush për përgjegjësinë për veti. Por po e përsëris, nëse sot nuk ngritem me mbrojt demokracinë, sot po trajtohet këtë mënyrë Skënderaj, nesër ka me u trajtuar gjithë Kosova dhe kjo nuk guxon të ndodhë. E kemi parë një reagim prej kryetarit komunist Amir Lishtakut që ka thënë që s'ka vënë dorë mbi aktivistët televizijës dhe vendosjen, në anën tjetër nga prokuroria të dyshohet që është si person i dyshuar në sulm. Unë nuk do t'i komentoj as deklaratat e Amir Lishtakut, nuk do t'i komentoj as deklaratat e prokurorisë. Është e papranueshme trajtimi në këtë mënyrë Skënderaj të jam sot. Prandaj unë jam kundërdhënës nga kush do të qoftë në çfarë do mënyrë të qoftë ajo. Të ndalet gjuha urrejtjes nga Albin Kurti dhe militantët e tij, mos të provokohen qytetarët e Republikës Kosovës. Sjelljet e tilla, skenat e tilla çojnë luftë civile. Kosovës nuk i vjen lufta civile dhe asnjë luftë tjetër, sapo kemi dalë nga një luftë. Prandaj këtij vendi duhet paqe, këtij vendi duhet mirëqenie, mungesë të punës, mungesë të aktivitetit, mungesë të sigurisë, mungesë të mirëqenies për qytetarët e Republikës Kosovës, ai prodhon krizë. Është e pafalshme kjo gjendje dhe kjo situatë që Deputete, që s'fejza për Skënderaj live portale të. Na gjatë ditës si portal lokal kena raportu që ka pos shumë forcat njësi speciale. Do më thonë ka qenë me qindra, mëj me thonë. Ka pos pika kontrolli në për gjitha qytetin. A mendoni që kjo po bohet tendencë ndaj Skënderajt, a mendoni që kjo është urdhër nga Xhelal Sfeqa dhe po përdoret politikisht policia e Kosovës? Ju e dini, nderuar, që Skënderaj nuk e ka nënshtruar dhe as poshtru, as krajli, e as sultani, e s'ka me nënshtruar e poshtru as Albini. Prandaj kjo është e pafalshme. E thash edhe një herë, nuk duhet të tolerohet këtë situatë. Më vjen shumë keq që në vend që këta qytetarë me konstantën familjet e tyre, këta duhet të protestojnë. Këta duhet mblidhen këtu për çka? Për ta mbrojtur demokracinë. Nga kush? Nga një njeri i cili nuk e ka dhënë asnjë thutë dorës për shtetin e Kosovës. Prandaj kjo është e pafalshme. Nuk i vëm shpirti Albin Kurtit, sepse derisa baballarët e shumë fëmijëve sot janë këtu, ai e ka vajzën në një ambient jashtëzakonisht çelt atje. Prandaj kjo nuk duhet tolerohet asnjëherë. Ky është direkt provokim nga Albin Kurti. As Xhelal Sfeqa, as njësia speciale. Është Albin Kurti. Dhe unë i bajtiri Albin Kurtit këtu nga qyteti Skënderaj që ti tërheq forcat policore prej Skënderajit. Mos të provokoj situatat të cilat nuk i konvenojnë askujt. Cili prej juve sonte kish pas qef me qenë këtë ambient dhe në këtë situatë? Unë besoj që asnjëri. Prandaj, provokimi nuk vjen nga varësit e tij, provokimi vjen direkt nga Albini. Çka nëse nuk i tërheq zonja Musliu, forca speciale dhe shkon në tutje deri në arrestimin e zotit Lishtakut?
Dëgjo. E thash edhe një herë, unë nuk përzin drejtësi. Unë nuk i përzin organeve trëndë. Por, kjo gjendje është e papranueshme. Është Albin Kurti ai i cili vetë nuk i është paraqit prokurorisë. Çfarë shembulli mund të jep Albin Kurti? Albin Kurti është i fundit që duhet të bëj thirrje dikur për të paraqitur prokurorin. E aq më tepër këtë nivel. Prandaj është e pafalshme dhe është e patolerueshme. Dhe ne nuk guxojmë nëse është nevoja, duhet të çohemi gjithë në kamp. Sot jemi këta, nesër do të çohemi me gra dhe me fëmijë me mbrojt lirinë tonë, demokracinë tonë. Këto provokime nuk duhet kalojnë e heshtje. Këto provokime nuk duhet kalojnë. I falenderoj qytetarët për qetësinë që kanë sonte këtu dhe i lus për qetësi deri në fund të këtij procesi. Besoni që i përgjigjet zotëri Shtaku drejtësisë të marrë parasysh që vetë djali i tij në ndërgimit e ishte vend gëzohet tha që nuk ka pas deri në atë moment një ftesë. Pastaj ne nuk duhet të komentojmë gjëra të cilat zoti i Shtaku asnjëherë si ka i. Jemi dëshmitar edhe unë edhe ju edhe Bavedi. Ja se ne gazetore, se më përporë. Apo veç pak të dojnë. Veç ka zoni për kaj një orë. Se ka rej një shpion, më mush të nëroj, njësi speciale të në konferit. Nuk e kemë bërë shtetërrathimin, no? Një ka bëj shpion është. Arsyeja e protestës është uniforma të policisë speciale, federale. Një general që ka puqë të ri për një shpion, rosti, ka po? Si ka bu puqë? O do të një tegë, no? Arsyeja është postobllokët e policisë speciale. Postobllokët që të ranë të glebu. Postobllokët që të ranë të glebu. Shtetërrathim sa kena bërë shërgjuna. Ja kanë të tyrë, jo, mas formi. Albina, spekla, Qytetarë tani po marshojnë drejt stacionit të policisë të Skënderaj ku janë vendos forcat e njësisë speciale. Të shohim që e kanë blloku një vetur të njësisë speciale dhe nuk pelon me kalu në shaj revolte dhe proteste. Kjo është domethënë turma ku qytetarët po protestojnë.